والمسخر ما في الكون جميعا إكراما وحدما لبني آدم. الحمد لله الذي نزل الفرقان. الحمد لله على هذا الدين. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بدينه الحق إلى الناس جميعا رحمة وهداية للعالمين. فصلوات الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Falëndërimet, përkushtimet, vetë në nështrimi jonë, jeta jonë, vdekja jonë, sakrifisat tona, me meriti takojnë Allahut krijuesit gjithësisë, atij që nënshtroi çfarë ka në qiell dhe në tokë në shërbim dhe në nderim njeriut. Falëndërimet i takojnë Allahut i cili në përplotje dhe përsosje të nderimit dhe bujarisë tij ndaj njeriut zbriti librat qiellor dhe dërgoi profet. Falënderojmë madhin Zot veçanërisht që na udhëzoi në Islam, e vetmja fe, e pranuar ke mallënia e tij dhe e vetmja mirësi që trashëgohet deri në papunësi. I te i lartuar dhe paska i madhëruar është pronari i gjithçkaje. Ai që krijoi jetën dhe vdekjen, na provoi në cili nga ne është më i përsosur në veprat e tij, dëshmoj me gojë, me mendje dhe me zemër, me krejt qenien tonë, që s'ka të adhuruar me hak veç Allahut dhe që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij me fen e të vërtetës dhe drejtësisë, dërguar veç së mëshirë për gjitha botrat. Paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi krejt profetët, vullën e tyre Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij nderuar, shokët e tij besnik. Paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi gjithë ata që e besuan, e ndoqën dhe ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Amin. Dashur vëllezër, motra nderuar, sot do flasim me nim të Allahut shkurtimisht për urtësinë apo mençurinë dhe rrugët që çojnë për ajo. Allahu kur mëndit vetëm në Koran e para punës me ditë njeriu çfarë do të kërkojë për Allahut, ose çfarë do të kërkojë më shumë ti për atij në lutjet e veta. Thot për Allahu në Koran: yu'til hikmata man yasha. Ja jep urtësinë, pra mençurinë apo lartpamësinë, përktheje po deshe, atij që don, pra që don Allahu. Mësimi i parë ke kjo shprehje, këtë të tjera t'ia kërkojmë Allahut, ai ka ndërë të gjitha. Pra është ki kuptimi la ilaha illallah. Ai që na ka në dorë dhe gjithçka që na nevojitet, ne na duhet, ne do të më kërkuar atij dhe më përpjek për ta arritur. Ja jep urtësinë atij që don, dhe kujt ju ka dhënë urtësia, wa ma yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira, vazhdon ajeti i Kuranit, dhe kujt ju ka dhënë urtësia, ju ka dhënë hajër, mirësi e shumët, e shumët. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dhe nuk vjen më vete, pra nuk e përmend udhëzimin hynor, nuk e përjeton, nuk e mendon, nuk e përthith ashtu siç duhet, vetë se zotët e mendjes, pra njerëzit e mendjes. Pra ky ajet Kurani, e para kërkoja Allahut. E dyta, nuk ka njeri i shëndosh mendërisht në sipër faqet tokës që të mos dojë të jetë i mençur, apo i urt, apo largpamës, dhe të ketë dobi për kësaj. Kjo është në natyrën e njeriu. Ama ajo që thot Allahu në këtë ajet Kurani është që tu ka dhënë nëpërmjet urtësisë dhe mençurisë, Zoti jep mirësi të shumta. Përmendet 50 herë në Kur'an. Aq rëndësi ka
urtësia. Tjetër, el-hikme është cilësi nga cilësitë e Allahut. Allahu Hakim, Allahu është i urtë, i largpamësi. E ka ndëru njeriu duke ja dhuru këtë cilësi dhe duke urdhënu që të punoj, që ta shtoj sa më shumë këtë cilësi, dhe ta rënjosim vetvete. Pra mjafton kaq ky ajet Kurani, që përmendet 50 herë në Kur'anin, është cilësi nga cilësitë e Zotit. Mjafton shkurt për jetu, jo thjesht për ta ligju, dhe ta harrojmë rëndësinë e kësaj gjëje. E para, si thash, kërkoja Allahut, nga gjonat më të rëndësishme që t'ja kërkosh të mëllë Zot. Atëherë, po shpjegojmë me nim të Allahut shkurt kuptimet e urtësisë në Islam, largpamësisë, mençurisë, që të kuptojmë edhe rrugët për ta përfituar atë. Dihet që njerëzit duan të jenë mençur, duan të jenë largpamës, urtë. Sot, nga që njerëzit janë larguar nga feja, fatkeqësisht mashtrojnë pjesa më e madhe vetën dhe i duket vetë që janë të urtë, mençur dhe largpamës. Fatkeqësia tjetër është nga që janë larguar nga feja, nuk e din kuptimin e urtësisë në Kur'an ose në Islam. E treta, fatkeqësia tjetër, nuk e kërkojnë në të rrugë që e ka shtruar Allahu. E katërta, dhe nëse kanë diçka, fatkeqësi tjetër, nuk e përdorin për atë që e kënaq Allahu. Dhe kjo është fatkeqësia vetë. E para punës, urtësia në Islam, ai që është i urtë, e para të kontrollojmë veten tonë. Ne kur lexojmë Kur'anin, kur shohim cilësitë e besimtarit që përsëriten, që sqarohen, ilustrohen me historinë e profetësh, historinë e njerëzve të mirë, ose nga me të kundërtat, pra nga gjërat njihen me të kundërtën e vet, thonë njerëzit e mençur. Ne pra kur në rreshtohen cilësitë e besimtarit vërtet, sidomos kur lexojmë Kur'an, me fjalë tjera shikojmë veten tonë pasqyrë, kontrollojmë veten. Ka kuptimet e urtësisë në Islam, e para është që të kapesh fort me të vërtetën dhe të drejtën. Me hakun, dhe që quhet hak. Një nga armat e Allahut është el hak, i vërteti, i drejti, i përhershëm. I meritumi, fjala kuptimin dhe fjalës hak. Pra, të kapesh fort mas të vërtetës dhe të drejtës. E kap mas Allahut, rrugës Allahut. Me fjalë dhe me vepra, jo vetëm me fjalë, pa dhe me vepra. Pra, kuptimi i parë i urtësisë në Islam. Kuptimi i dytë, ditoria e dobishme. Ka ditori që janë thjesht ngërkesë për njerëzit, për i pjesë njerëzve janë shqetësim, janë humbje kohë kot, dhe e çon njeriu ta shpenzojë pjesë të madhe të jetës, mos them krejt jetën, në dom të vetes vet, bëhet armiku vetes. Një nga lutjet e profetit alayhis salatu wassalam është: O Zot, kërkoj mbrojtje nga ty nga ditonia e padobishme. Nga ditonia e padobishme. Sot në kohën tonë nga smundjet më të mëdha të njerëzimit, dhe mos na mashtroj zhvillimi teknologjik. Zhvillimi teknologjik të shkojë në qiell, shkojë ku det. Mençuria dhe ajo që është e dobishme njihet përmjet Islamit. Vlerat e gjërave reale njihen me peshorën e Allahut, jo me peshorën e rrugës ose të interesit njërit apo tjetrit. Pra dituria e dobishme, shiko veten sa pjesë të jetës harxho për të marrë dituni. E dyta, kjo dituni, sa është e dobishme dhe sa është kot ose e dëmshme. Profeti alayhis salatu wassalam, o Zot, më ruaj nga ditunia e padobishme.
Sot dalin diplomum, dalin edhe shkencëtar, po nëse nuk janë ke ditonia dobishme që ai qun Allahu e dobishme dhe ta përdorin për mirë, janë djaj, janë shejton me diploma, me titull shkencor. Zoti na ruaj. Hyn tokë Allahu ke njerëzit e mençur dhe të urt, jo. Hyn ke njerëzit që arrin ke armiqësia kundra vetes. Tjetër, thot Allahu për mëndit vetë, më fali, profeti a.s. thot, me yuridillahu bihi khajran yufaqihu fid-din. Ati njeriu që Allahu e adon të mirën, pa shenjë që po don Allahu, një nga shenjat që po don Allahu, është që i dhuron të kuptuarit e fesë. Kuptuarit e fesë. Shumica njerëzve sot, Zoti në drejtë në drejtov gjithëve. Më për kam për borxh me mësullë dhe gjonash. Me hap çdo lloj faqe në për rrjetet sociale, kuriozitet kot, humbje jetë kot. Merren me punë liga dhe bëhen mjeshtra ke ato punë dhe liga. Ndërkohë që Allahu pret për robët diçka tjetër. Ta shpenzoj pjesë të jetës për të marrë dituni dobishme. Dhe ma dobishme është dituria fetare, që ta afro ke Allah. Tjetër, kuptimet e urtësisë dhe mençurisë apo largpamësisë në Islam. Të rrogësh, perceptosh urtësitë e Allahut në krijim. Kanë thonë dietarët e mëj, natyra është një Kur'an me mes. Pra krejt natyra me përsosmërinë e vet, ku çdo gjë ka funksionin e vet. Allahu ka kriju gjithçka përsosmërisht dhe ke përsosmëria e krijimit është që gjithçka ka një qëllim, nuk ka asnjë gjë kot në gjithësi. Ai njeri që thot për diçka nga krijesat, kjo është kot, ka dalë prej feje para kuptuar, Zoti na ruaj. Nuk e dim ne urtësinë, qëllimin, largpamësinë e Allahut, pse e ka bëu diçka, kjo gjë tjetër. Po kur nuk thuhet kjo fjalë. Pra në përsosmërinë e natyrës, funksionet e natyrës, qëllimet se si dhe pse e ka kriju diçka Allahu, njeriu jeton me urtësinë të mëndit Zot. Jo vetëm në natyrë, jo ke mrekullia, vetëm ke mrekullia e krijimit, po edhe ke mrekullia dhe përsosmëria e shariatit, e ligjit, e rregullit hyjnor, krejt fesë. Njeriu duhet të perceptoj, duhet të rroki vazhdimisht urtësinë të mëndit Zot. Dhe kjo është shenjë që Allahu ka dhënë urtësi. Tjetër nga kuptimet e urtësisë në Islam dhe mençurisë është që të kërkosh begatitë të mëndit Zot, prej të mëndit Zot, duke i përdor ato në dobit njerëzve. Muslimanëve në veçanti, edhe njerëzisë përgjithësi, sepse profeti alayhis salatu wassalam me peshorën e fesë, me peshorën e Allahut, dhe të pejgamberit alayhis salatu wassalam, që është e njëjta gjë, jo me peshorën e djallëzisë. Pra të tjesh vazhdimisht në kërkim të mirësive të Allahut, jo thjesht kaq me mlell, vetëm tafmom, Zoti na ruaj. Makutori, pangopsi. Po me qëllim që për hir Zotit i japsh dobi njerëzve, sepse profeti alayhis salatu wassalam thotë, khayrun nas anfa'uhum linnas. Më i miri i njerëzve është ai që është më i dobishëm për njerëz. Zoti na boft për këtë. Dhe kjo është në urtësia. Gje grupe njerëzish, lloj shejtonsh, Zoti na ruaj dhe i drejtoft, që bëjnë gara se kush e kush i shfrytëzon mundësitë që ka, begatitë që i ka dhënë i Madhi Zot, nga shneti, mpraftësia mendore, pasunia, pushteti, për t'i bërë dobi vetës dhe ndom të tjerëve. Këta janë jo hajrun nas, por sharrun nas, më të këqijtë e njerëzve, ke i Madhi Zot. Tjetër kuptim i mençurisë dhe largpamësisë në Islam. Ose para se të kalojmë kjo pika tjetër,
ja vlen me thonë një fjalë profetit alayhis salam, që është kulmi i bukurisë, pa tregohet kulmi i bukurisë dhe mirësisë fesë tonë. Thot profeti ynë i dashur sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush ka marrë një fidan dorë, fidan pemë për ta mjell, dhe po afron kiameti, por ama e shikon që ka mundësi që ta mjellë, arrin, ai mjafton koha me mjell, prap ta mbill. Që ta bëjmë afër menjës. Vdekja është kiameti i vogël. Thot profeti alayhis salatu wassalam, kush vdes ju ka bërë kiameti, kaq, ka mbaroj libri i kësaj jete. Nëse i, si ta thush, duke nrru jetë, ose je nga funi jetë, ose e shef se po vdes, dhe ke kohë, premton koha me mjell një fidan, pra me i boj punë mirë. Mbill dhe thot profeti alayhis salatu wassalam. Jo, po unë nuk e gëzoj, thonë ignorantët e fesë, thonë pa fetë. Jo, e gëzoj shumë më tepër se sa ti je gjallë. Sepse hyke llogaria rrjedhse. Mjafton fakti që ka thonë i dashmi Allahut, i dërguami Allahut, boje, mbaroj. Kjo urnos i urno Zot, urnos i urno i dërguami Zotit, sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo hyn nga mençuria. Nëse duam të shikojmë, të kontrollojmë veten sa larg pamë, sa të urt jemi, sa të mençur jemi. Nga kuptimet e mençurisë në Islam është ajo që herës mund të jetë më e vështira, është vetë kontrolli. Ti je i drejt, i vërtet, kur je i pasur apo skamje, kur je në humor apo je i zëmëruar. Në çdo lloj gjendje, ta kesh veten në kontroll. Dhe që do më thonë me pas vetën në kontrol? Ti kapësh frenat e vetës dhe ta çosh ka ai veprim, ka ajo fjalë, ka ajo sjellje që kërkon Allahu prej teje dhe prej meje. Kjo është me pas vetën në kontrol. Dhe mos bosh kur atë që se do i molli Zot dhe ka ndaluar. Tjetër, edhe kjo është më e vështirë se e para. Është vetë triumfi, fitoria e njeriut mbi veten e vet. Ta lesh pasionin, epshin, dëshirat e shfrenume për hir të Zotit. Pa dëshirat e shfrenume, pasionet që bin në kundërshtim me udhëzimin hynor. Kjo tregon që i ke njerëzit e urt. Allahu të ka begatu me një nga cilësitë e vet, apo që s'krahasohesh me atë. Ka dhënë urtësi, mençuri, largpamësi. Fjala mençuri apo urtësi dhe largpamësia lidhen me bashkë. Ai që është i urt, domethënë, nuk e komandon emocioni, hasdisja, tërbimi, pasioni, dëshira e shprenuar. Pa, e komandon mendja. Mendja e shnosh shkon ke përsosmëria e krijuesit dhe e fesë krijuesit dhe e çon pikërisht këto veprime që don ai. Largpamës quhet ai njeri që din pasojat e veprave, pasojat e prodhimit dhe pasojat e veprave tona në këtë botë duhet i di një musliman, sepse Allahu përmendit vetë profeti alayhis salatu wassalam na i ka sqaruar mirë listën e pasojave punëve të mira për këtë botë dhe botën tjetër, edhe pasojave punëve të liga gjunaheve për këtë botë dhe botën tjetër. Pra me i fjalë, nëse si maj me në gjitha këto që thamë, me i fjalë, bohu ke njerëzit e mençur dhe të urt dhe largpamës, thuj Allahut urnos i urno Zot, thuj dashmit Allahut urnos i urno i dërguami Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sepse largpamësi absolut që di çka ka qenë, çfarë është dhe çfarë do jetë është Allahu. Ja ka zbulu profetit alayhis salatu wassalam dhe na mjafton vetëm të studiojmë apo të paktën të pyesim për çdo veprim para se ta kryjmë. Mos jemi sklever të pasionit dhe dëshirave tona të shfrenuara. Del për feja, po del për feja. Me këtë funit del për feja, Zotin e rëj. Sepse Allahu thonë në Kur'an, Afara'ayta alladhi ittakhadha ilahahu hawahu.
a e ke pa njëri që mori për të adhuruarin e vet, për Zotin e vet, për hyjnin e vet, pasionin e tij. Profeti alayhi salatu wassalam thot: ma ubida ilahun, nuk është i adhuruar ose hyjni më e urrëtur tek Allahu se sa pasioni. Pra kur njeriu i thot Allahut nuk të bindem dhe i bindet dëshirave të veta, është gjithmonë si një gjahtar, si një shtaz e etur në kërkim të prejës vetë. Kush është preja? Gjahu vetë është mbushja, në kopja e dëshirave dhe pasioneve të veta. Dhe nuk do me ditë fara se që ka urnu imamës. Por profeti alayhi salatu wassalam thot, nuk u ka i adhuruar ose hyjni më urrëtur tek Allahu se sa pasioni Zotin e ruaj. Është i fshehur, është mrena robit. Është mrena robit, ka paralajmëruar profeti alayhi salatu wassalam. Idhujt që adhurohen, statujat që janë adhuruar në Kabe apo dikur në trojet ku sot ka musliman, janë shkataruar herë për gjithmonë. Nuk është frikë për musliman të adhurohen idhujt, vjen ai kryq të adhurojë apo në një statuj. Frika dhe rreziku për musliman është ajo që ka thënë profeti alayhi salatu wassalam. Kjo një nga ato është idhujtaria e fshehur. Ose kur i mbështetet krijesës ose aftësive të veta dhe harron Zotin dhe bën pa dashje, i musliman nuk diskutohet, ose muslimani i shturur që i cili nuk u ka rënjos për të feja, pa vetdije, pa kuptu, adhuron pasionin e vet, pra i bindet pasionit e vet dhe jo Zotit vet. Zotin na ruaj dhe na ndrejt të gjithëve. Me fjalë, ti jesh i urtë, do të thonë ti jesh i bind me kulmin e dëshirës së kënaqësisë Allahut krijuesit të gjithësisë. Pra mendja të çojë ke Allahu. Po e ilustroj me një shembull ta kuptojmë. Sot gjendja e muslimanëve nuk mund të them që s'ka qenë kurrë më keq, sepse ky umet ka pas sprova edhe më të rënda se kjo, po ka gjatë jo, ka gjatë dhe kaq me përfshirje kaq gjon i umeti qysh ka pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka qenë kaq i dobët dhe kaq shkoi kaq gjatë, që pushtetin ta kenë horrat dhe shejtonët. Dhe të vi për ditë i përforcu pushteti pa fjalën e dëshimit, do t'i vi funi i ditë. Dhe do nga një Islami mbi gjithçka, nuk diskutohet. Dikur dhe njeriu nuk është haram të morësh ditoni për kuriozitet, të pyesësh si ka ndodhur kjo apo ajo për kuriozitet, po për të marrë mësim. Dhe sa më i thekshëm dhe i hidhur dhe i dhëmshur, apo dhem tjetë ngjarja, aq më shumë mësime do t'ja japi. Një nga kopët, ngjarjet e kopshme që e ka masakruar umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ka qenë dyndja mongole, krimet e mongolëve, masakrat e mongolëve, të cilat u puqën në Sham dhe bashkëpunuan edhe me kryqëtarët francez kryesisht. Kuptohet, rrugës ka pas tradhtar nga umeti sa dush siç ka sot. Ato vendet e luksit që i shohim ne të muslimanëve. Zoti i dhon pushtet më të mirëve për ne inshallah. Dhe i pastroi tradhtat e muslimanëve. Me fjalë mësimi këtu. Hynin në Irak, Timor-Lengu, dyndja mongole, masakruan bon ç'a nuk bon. I bon të gjitha. Morën bibliotekën më të madhe të Bagdadit. I lidhën librat me letar që të bëshin urë për të kaluar në Eufrat, qerrat e luftës dhe kalorësia dhe njerëzit. Aq shumë libra kishte, po librat ishin nënt, mykeshin dhe i kishe mbulu pluhni. Dhe ishi shpërbë morali i muslimanëve, paraniq çoi Zoti atë. Mori pushtetin, apo pushtoi Irakun, çonte agjentët e vet nëpër popull, me pyet si është gjendja, sepse ai që bë krim pa fjalë dyshimi sa do të mërshëm duket, sa do i egër duket,
pa fjerë dëshimi që të rrim me frikë. Trim është ai që si hyn hak kujt, që ka frikë vetëm Zotit, dhe siç e meriton Zoti me pas frikë. Ajo trim, tjera s'janë. I pyet si është gjendja, mos i poshton Irakun. E janë shkret gjithë në vaj, gjithë duke vajtu, gjithë duke qatë të pikëllum për ato që ishin masakru, burgos, vrap, plaçkit. I tha Timor Lengu, shtojni taksat. I shtun taksat, mas i farë kohë qoja gjendën e vetë në popo, i tha, kanë ndryshu, si janë? Kanë fillut me nohën, e kanë nohën vajtimi, nuk janë më qaraman. I popull që me nohën, në gjone. Allah shpesh në qo mesazhe me armiq më të poshtër të islamit. I popull që me nohët, është i rrezikshëm. Shtojnë taksat. I shtun taksat, mas një farë kohë, shëtisin agjendët e vetë, informatore, vinë këtë Timor Lengu, dhe i thot, që ndryshimi ka? I thot, janë shlu gjithë në qef, o për hap alkooli, duhen vetëm aheng, duhen vetëm dëfrim. I thot Timor Lengu, nuk ka më nevoj me i shtu taksat. E humën qa? Busullën, menjen, e humën busullën. Allah, ky popull sot, shqiptarët sidomos, normal, unë jam avokat i këtij popull, jam mjeshtër për ta justifiku. Me ato që i ka bo Evropa, Greku, Serbi, tjerat, sionistët që i futët, dakord, pa ama jo, flem gjumë dhe mos merremi me veten. Jo të rrim të thoni lirët tonë këshu, të para tonë shu, ndërkohë që ne kanë shprat trunin, po na përdorin, po na tallin, po na shfarosin farën, po tallen edhe me krerët e muslimonëve, ças po bojnë lloj eksperimenti, dhe prapë ne themi ne shqiptarët, ne jemi të mençëm. Jo, nuk du të pranoj kjo gjendje. Askush mos ja pranoj vetes. E humën busullën, që bëjnë, lloj eksperimenti. Mos kujtoni se ole gjë e vështirë me i nret nivelin ekonomik këtij vendi. Në emër burr, do shtojnë më tepër alkoolin e në drogën, e në plashin. Në të e provu për ditë janë. Ky popull do të rri i pjesë. Do të rri me ankth, ushtu rroga. M'del pensioni, s'mel pensioni. Mër burr, nuk ka ankthi i muslimonit ky mër burr. Ankthi i muslimonit është, ato jetë Allahu i knoq me mu. A jam i udhëzuar? A ma kanë shplat trunin mu, apo e kam trunin ka dhe bakti, apo menjen, urësin. A ma kanë shplat menjen trunin, apo e kam menjen ka Allahu, ke feja Allahu. Kjo është ankthi, nga ankthet, meraku që do të ketë muslimoni përgjësia, sidomos me këtë vend që ças po bëhet. I popull që ka vite që thuhet, është ke shtetet që me cilët do eksperimentohet ushqimi, nuk lëret asnjëri. Jo, po feja para, edhe feja nuk diskutohet që e para. Po tallet dikush me muja. Edhe t'i shkojmë mbrapa këty në horrave. Po s'kam forcë. Po, ke forcë molle. Merru me veten. Puno për këtë fe. Kontrolloje veten. Si ta kontrolloj veten? Po mos ju daj Kuranit, paktën i faqen ditë. Lezo ka i thënë një ditë profetit alayhis salam. Një diçka ka feja kuptohet burim sigurt, jo lloj që dalin në internet. Se ka lloj agjendi, lloj shejtani në internet. Jeni sigurt? Ka institucione që merren me i turbullu musliman me njëri tjetrin, me i shpreh trut, me i fut në sherr me njëri tjetrin. Merr dituni aty ku je sigurt. Pra me kontrollu veten sa turp jeni. Me i thon dikujt një nga ofendimet që përdorin njerëzit është thon budall, i çmen, i lajthit, asnjë se pranon. Pa mo. Besimtari ajo që tham,
me ato që quhen ursi dhe mençuri në Koran ose nga profeti alayhis salatu sallam, kush është i mençuri, kush është i urti, na ka ndaruar Allahu, është dhuratë për Allahut. Dhe nuk tallet, nuk guxon kush me shpërduru dhuratën e Allahut. Edhe ne po e shpërdorojmë këto dhe tjera. Ne po pranojmë që tjerët të tallen me dhuratën e Allahut që na ka dhënë neve. Pa ta humbim busollën. Ta humbim busollën. Unë mori shembull që është e deklaruar popull, shtet eksperimental për ushqimin. Shqipnia. Shumë pak mund folin e një. Pa ai që na dallon neve nga krijesa tjera, prej mirësisë Zotit dhe nderimit Zotit është menja. Allahu ja ka zbrit Kur'anin pikërisht kujt? Robit. Pse? Se për ka menje, ka arsye. Gjoja më e shtrenjtë. Me këtë për ty dhe kupton fjalën hyjnore. Sa i menshëm jam. Lezo Kur'an, kontrolloje vetë gjatë leximit. Ato që thamë shkurtimisht. Në fund fare. Thot profeti alayhis salatu wassalam, Rasul hikme dhe khafetullah. Koka, kryet e urtësisë, mençurisë, është frika ndaj Zotit, droja ndaj Zotit. Sa droje, sa turp ke para Allahut, sa përjeton madhështinë e Allahut, sa përjeton ditën kur do dalësh para madhënisë ti do japësh llogari, aq i urtë dhe i mençur je, aq lartpamës je. Shkurt e qartë. Rruga, ato që thamë, si ma e menë o hoqë, ke folë shumë. Se kur këtë hoxha, shikoj minutat. Kur shtohet neshja dhe ka dhe penalti, gëzohemi se do dëshirojmë neshja dhe më shumë. Ose qefe tjera. Shkurt fare. Wattaqullah yu'allimkumullah. Kini droja Allahun, ajet Kurani. Ju mësoni ju Allahun. Pra droja Allahun që dhe me thonë? Ai që ka droja Allahun, ka frikë respekt, ka turp, përpiqet i zbatoj urdhat dhe largohet me vrapje nga lesa. Shikoj sa bukur. Kini droja Allahun, përkushtojnë në rrugës atij, yu'allimkumullah. Ju mësoni ju Allahun. Tjetër. Ditoria, sasia ditorisë është diçka. Aftësia për ta përthith këtë, për të qenë i qartë është diçka tjetër. Të gjitha janë dorë të Allahut. Në ajet tjetër Kurani, Allahu përmendit vetë thot: In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nëse ju do i keni droja Allahun, pra do i përkushtoheni rrugës së tij, ja kam droja Allahut thjesht i llafikoj. Kret për jetime dhe suria, bindja. Nëse ju do keni droja, pra do i përkushtoheni Allahut, ai do bëj për ju furqan, thellësi, sqarim, do ju aftësoj për të qenë aftë për veten tuaj, për familjen tuaj e për njerëzit ai sa në ngjyrë. Shumë qartë. Si maj të mend gjitha këto. Unë kam për detyrë mi sqaruar rrugët. Shenjat që ta kontrolloj veten. Sa i urtë jam, sa i mençur jam, sa lartpamës jam. Në fjalë tjera sa më ka dash Allahu, po prit. Sa po përpiqem unë që më dojë Allahu. Ne kemi nevojë për ata, jo ai për ne. Edhe herë. Po e mbyll me këto dy ajete Kurani. Nëse i keni droja Allahut, pra përkushtoni ka rruga e tij, do ju dhuroj kthjellësi, sqarim, pra do të jeni të kthjellë, të qartë, dini ti dalloni gjërat, tjetra. Kini droja Allahun, t'ju mësoj juve Allahun. Dhe ajo që sqaron këtë nga profeti alayhis salatu wassalam, këto dy ajete Kurani, thot i dashmi i Zotit, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Men amila bima ya'lam allamahu Allahu ma lam ya'lam. Kush vepron, këtu ke vepra. Këtu nefsi unë i robit nuk do rrofar, do të rirahat. Do të bëj si mos qefi. E qiti kokën idhulli. E qiti kokën konkurrenti Allahut. Pra, ai njeri që vepron, pra i zbaton ato që i din, ai sa din. I mëson ati Allahu ato që nuk e din. Maroj. Shka më punë, më thjesht, më qartë.
se sa fjala e Allahut dhe sqarimi i dashmit të Allahut, krijesës më të mirë që s'është dërguar vetëm mëshirë vallahi. Edhe mënyra se ka sqaruar fenë mëshirë. Qartë, thjesht. Urno si urno Zot mbaroi gjithçka. Kujt do i thon si urno atij që na do më shumë se ne duam vetën tonë. Atij që na nderon dhe do nderin tonë dhe krenarin tonë dhe dinjitetin tonë më shumë se ne për vetën tonë. Atij që e deshi njeriu para se të krijohet gjithësia. Deshi krijesë si njeriu për cilën krijoi gjithçka dhe nënshtroi gjithçka në nderim dhe shërbim kësaj krijesë. Ma njeriu e deshi për vetën e vet. E ka zgjedh. Allahu bëhet xhelos kur neve njeriu për veten tonë e robnojmë për pasione, për vese, për harame, dhe jo për atë i cili na don ne më shumë se ne veten tonë. Bëhet xhelos Allahu. Allahu bëhet xhelos. Nga cilësitë e Zotit është që bëhet xhelos. Dhe kur shfaqet xhelozia e Allahut? Kur ne marrim pjesë këtë diçka që ai urren dhe na ka ndalu. Elusim Allahun, na mësoj atë që se dim dhe na shtoj ditunin. Na jap dobi nga ditunia që na dhuron. Na ruaj nga ditunia që nuk ka dobi. Na ruaj nga ajo lloj zemre që nuk bindet dhe përqërohet për manditi. Na ruaj nga ajo lloj unë, ajo lloj nefsi që s'ngopet. Ja Rab, na ruaj nga të gjitha veprat për të cilave mallnia e tij nuk kënaqet. Na ruaj nga lutjet që s'kan përgjigje. O Zot, pranoj lutjet tona sinqerta dhe për mirë. Elusim Allahun krijuesin e gjithësisë. Na bëjt pa ebrë dhe të qëndrueshëm rrugën ti të përsosur. Hap mas hapi, mas rrugës mirosur, të bekuar dhe të përsosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O Zot, na bashkon këtë një vetëm për punë mira, siç na bashkove në këtë ditë. O Zot, na bashko me njerëz të mirë. Në këtë një dhe me pejgamberin alayhi salatu selam dhe në botën tjetër. Allahu e lartoft Islamin dhe muslimanët. Allahu i dhon vallënim, sukses dhe fitore gjithkujt që sinqerisht për hir të mallënisë Zotit përpiqet, lufton që të jetë fjala e Allahut më e lartë, të triumfojë mëshira e Zotit, feja e Zotit dhe rruga e profetit mëshirës Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu ja kthef dinjitetin e përdhosur ummetit profetit zgjedhur sallallahu alaihi wasallam. Allahu i shliroft tokat e pushtume dhe pjesërisht pushtume të muslimanëve kudo që janë botë. Allahu i shliroft krahënorët dhe zemrat dhe mendjet tona nga çdo lloj vezvesi, nga çdo lloj paragjykimi dhe bestëtnie e kotë. Dhe Allahu i shliroft zemrat tona nga çdo lloj hipokrizie dhe qëllimit ulët shtazarak. Allahu na bëj për atyre që kanë qëllime të larta, që Allahu në kënaqin atë dhe dërgumin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe me lajket dhe kënaqen krejt besimtarët e vërtet. Allahu për mallnit vet na edukoft nefsin ton, unin ton, në mënyrën më të mirë. Allahu na dhon pasardhës, shok, farefis, bashkomës, krejt ummetin. Lot kënaqësie për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe prijes modeli mirë për të ndjekur nga besimtarët. Allahu i shtoft radhë e muslimanëve, në sasi dhe në cilësi. Allahu në lusim të japi pushtet mbi ne, aty në që janë më të mirat prej nesh, që i frigohen Zotit dhe na mëshirojnë. Allahu mos i dhon kur pushtet mbi ne, aty në që janë më të sherrit prej nesh, nuk i frigohen Zotit dhe nuk na mëshirojnë. Allahu ja shpërblev të gjithë atyre që luftojnë dhe punojnë në shërbim të Islamit dhe të muslimanëve. Allahu na nderoft me këtë titull shërbëtor të Islamit dhe të muslimanëve. Allahu na mos na bëft kur shërbëtor dhe robër dhe skllëvër dhe qole të pasioneve tona shtazarake dhe të qëllimeve të ulta. Allahu na dhon mençuri dhe urtësi. Allahu na musht me nurin e vet, me nurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të shikojmë rrugës ku duhet me hec dhe inshallah jemi për atyre që bëjmë drita dhe për tjerat.
I kërkoj falje Allahut për gjithë ne, prindërit tanë, të vdekurit tanë, gjithë ato muslimanë që ikën në atë botë me iman, i kërkojmë falje edhe për gjithë ata që do vinë deri në ditë Kiametit musliman mas nesh. Dashur vëllezër mota nderuar, kërkojeni falje Allahut për gjithë, për mua, për ne këtu, për krejt ato që përmendën. Allahu po na ndihjon. Allahu kënaqet kur ne i lutemi. Allahu kënaqet kur ne i kërkojmë falje. Allahu kënaqet kur ne i përgjërohemi atij dhe vetëm atij. Allahu ja pranon lutjet. Allahu ja pranon kërkim faljet. Amin. الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وطبيبنا وشفيعنا إن شاء الله يوم القيامة صاحب الكوثر سيد الخلق أجمعين إمام الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآله الكرام وصحبه الطاهرين وعلى من اتبعوا بالإحسان حتى يوم الدين تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.